pyet në kapsula aty vetëm në fakt. Haj, zot zgate, po çfarë shtiri? Raumën e kom hek dorë me dorë, në ne. Nën dy të shola para mdu, s'ke pas nevoj as edhe gishtit ma kanë kursy, as pullën s'kom pas nevoj me dry. Para me no, qatë zoj, edhe perdët para me do, unë njëherë me no vëta mi kapi me ngrek shto. A ty vish me zo po doke? Po, edhe qyshja bone se aty anglisht funksionan aja. Zdesha unë anglisht do dini se s'kom rrio në këtë gjendje. E qyshja për dytë mandej. Nuk di shka i thash, unë i kopa njerë perdët, mi kopi ngrimin njerë mi mshel. Tani më kalzun, tani jo kështu nuk do ta se i nuk perdët ashtu. E tha këtu vish njerë full, që shke diçka open, asë që thujnë anglisht, ty bez didi një në anglisht. Ato qesh, në më qesh vish me zo. Po, hey boss, open curtains. Po, tepër mirë. Edhe jam shumë mirë njohë se dini prej publikut, se ka pas njerës që e kanë morë biletën ekstra dhe prej Zvicrës, e prej Gjermanis, edhe prej ketë komunave të mundshme të Kosovës, që në ardhë më kanë vizitu, më kanë sill lule, edhe më kanë dhuru shumë dashni. Jam shumë mirë njohëse. Dini edhe jëmë që ditën që shikni gjithë adresat e antarëve të shoqatës tem edhe familjes tem. Se unë e ka dhe numra që nuk i kom lunën, edhe jëmë që ditë ashtë, wow, jëmë konë shumë surprizat këndshme dhe të mira për mu. Në fakt, ne nuk i kemi gjithë ato adresa, ata vetë janë lajmëruar dhe kanë dash me vetë dëshirë me ardhë, sepse kanë parë normal spektakli më ndjekur në historinë televizive shqiptare, kosovare, kështu që pa tjetër që kanë ardhë dhe kanë marrë vetë iniciativë. Mi keni dridhë telat e zemrës. E di, na ke dridhë dhe të neve, pavarësisht që ne dinim gjatë gjithë kohës dhe publiku e ka ditë. Ne dinim... Më keni rëqedh, krejtë, më keni rëqedh. Atëherë për këto 3 ditë që ndrimi atja, ke diçka për t'i thënë banorëve aty brenda? Sepse ke mujtë mi vëzhgu edhe ke mujtë mi pa? Po, i kom vëzhgu. Nuk më ka pëlqy komenti i... A pat Mili? Eli. Nuk më ka pëlqy as pak 2 komente të Elit. E para, do më thonë, ka qenë lavenderi, kur tha, shkurta ka thonë që unë nuk dalë durthat, dhe realisht ta durthat. Kjo, do më thonë, jepi një koment dështus drejti me, do më thonë, kjo s'm ka pëlqy as pak, se gjatë qëndrimit brenda këtu të unë më ka thonë që të vlerësoj shumë, edhe realisht, për derisa ti më thu të vlerësoj shumë, edhe i komenton gjana që lidhe me dështimin, do më thonë për pjenë që është dyftyrshe. Në ne, në dy, kur disa për tjerve kanë komentu dhe kanë thonë që shkurta ka musi, do më thonë që këthejet, kjo ka thonë që nuk ka kuptim mu këthy. Do më thonë, komenti saj ka të regu që une nuk jam e mirësa ardhë në këtë shpi. Atëre, dini... Kështu që e ka thonë dyftyrshe, edhe s'm ka pëlqy as pak komenti jo. Je shumë dinake, edhe mos jep komplimente të rrejshme. E para, kur erdhë biseda për të pjesat që dole dur thot, ishim të bu muhabet. Asë që naj koment tjetër me komentu me thonë, shkuta për a mungon, nëse të respektojnë aku do që t'jesh, po zhjede 2 komente dështimit edhe jo mirësarë në këtë shpi. Unë veç e thash aton që e the, edhe po vjen shumë kesh që se i dëndu. Hajde, Dinake, hajde. Shumë Dinake je. Komentet e tua kanë vullos. Ke komentu aspektin e dështimit edhe mos më ardhë në këtë shpi. Kur ra fjalla për nuk ka kuptim nëse këthejhet, e kom pas sepse. Unë e kom mënu nëse del komplet, apo kupton. Edhe del botën e jashtme, nuk e kom di që eksiston kapsula. E pra ndaj e thash, është shumë gjo logike. Asë që na koment tjetër me tonë sikur... Mu për vjen shumë kretë që në qëfë që ka... Sikur kjo të në ka komentu pozitiv, po na mungon. Po nëse kam stilin e tia, i ka kupton. Nëse kupton stilin e ti, po komplimentet rrejshme më sëm jep zamrane. Komplimentet rrejshme më sëm jep zamrane. Se më ke thonë mu më kanë pëlqy shumë debatet e tua jashtë kësoj shpije. E për dirisa unë jem e pëlqyshme, edhe